Horizonti Mesditës në studio kemi ish diplomatin Lutfi Bilali, që ka pasur shërbimet e tij në diplomaci, por edhe njohës si zhvillimeve përgjithsisht, edhe autor librash pikërisht në lidhje me Ukrainën në këtë rast. Mirë se erdha. Është knasi, Zoti Bilali, vetë se kemi raportime direkte nga mediat ndërkombëtare nga Izraeli, pritja që i është bërë presidentit Amerikan Donald Trump në aeroportin ndërkombëtar Ben Gurion atje, lirimin e pengjeve izraelite nga Hamasi. Ju personalisht si po e shihni, është, si të thush, këmbana e fundit e një konflikti shkatrues në lindjen e mesme? Nuk kisha thonë që ndoshta është, ne shpresojmë të jetë, por nuk e besoj, nga se lindja e afërt ose po në konceptin më gjon me dallimin me lindje mesme, do thotë përfshin da kënë edhe Turqia, Irani. Ndërsa lindja e afërt kryesisht Sirin, Libanin, deri te Iraku dhe pjesën e Palestinës historike që sot është Izraeli si shtet me 27.000 km², duke llogaritur 6.300 km² për Cisjordanin dhe pjesën e Gazës me 360 km². Mendoj që është një hap i madh, nga se kemi bën me jetë njerëzish, dhe kjo është një sukses, më të them, që kryesisht i dedikohet presidentit amerikan. Nuk dëshiroj të hyj në pikat, 20 pikat të cilat mund të ka sidomos pala palestineze në këtë rast, apo edhe studiues të shumt që shprehen se ky plan ka mangësitë e veta, që është normale, që mund të ketë çdo marrëveshje, do thot edhe marrëveshjet e paqes kur dikush del më pak ose më shumë humse. Mendoj që a ka ardhur fundi i konfliktit në lindje të afërt, është herë të thuhet, nga se Izraeli kërkon të ketë një siguri nga vendet fqinje, Arabët janë dikon 4, po flas, pe Magrebit, Makreshit edhe deri në xhirin e Golfit, një 440 milion banor. Do thotë është problematike edhe gjeografia dhe sasia numri i popullatës nuk korrespondon me 8 milion hebrej në Izrael. Dhe do thotë i ka vështirësi edhe pse kualitetin dhe teknologjinë ka jashtëzakonisht të fortë. Këta kanë treguar veten edhe në dekadat e mëhershme kur koalicion shtetësh arabe s'mund të bënin gjë përballë një Izraeli të vogël me pak banor. Jo, është e vërtetë, lufta arabo-izraelite që është në vigjilje të fillimit të 14 maj 1948-49 është lufta parë arabo-izraelite. Pastaj kuptohet edhe problematika me kanalin e Suezit dhe ajo luftë që mund të them në një farë mënyrë ka pas impakt konflikteve Bashkimit Sovjetik SHV-n atku. Dhe 67 që është, mund të them, dhe 67 Gaza ka qenë pjesë e Egjiptit. Territori administrativisht, në aspektin administrativ ka qenë në kontrollin e Egjiptit. Pastaj 73 ka qenë lufta e Yom Kipurit, që realisht i ka dërmu Arabët. Dhe mendoj që Arabët shpesh në prononcime thonë kanë makt, kanë frikë nga Izraeli. Për shkak kapaciteteve dhe mund të them sigurisht, unë përmendje shpesh kur vjen mohabeti të çështja pse Turqia në një farë mënyrë flet po nuk vepron. Ndaj Izraelit është problem, nga se është teoria Samson, është një opsion, i cili nënkupton në Cezaria, po them edhe qytetin që nuk mund të jetë çdo kush në atë qytet, o lloj qytete, nuk është qyteti, ka dikon 6.000 banor. Ato banon edhe Netanyahu. Dhe është vetëm do të ishme leje speciale të Krybashkjakut. Dhe ato supozohet që janë spaku 85 koka bërthamore, që në rast rreziku bile, Mosha Dayan ka kërkuar në atë kohë nga kryeministra asaj kohe që të goditen në luftën e 73-s, të goditen vendet arabe me disa projektile bërthamore. Por momentin e fundit është stopuar nga amerikanët. Dhe kjo mendoj që është ai problemi që njerëzit sa i kuptojnë problematikën e tillë, nuk kemi një konflikt të afërt Turqi-Izrael. Unë mendoj që mund vjen për shkak të Shamit Siris, mund të jetë një konflikt situata me Druz në pjesën jugore të Kufiri atje, në pjesa e lartësisë së Golanit dhe pjesa rrafshinës që pastaj depërton në pjesën për të ardhur në Jordani dhe pjesën që depërton për Irak, edhe pse është një gjatësi dhe është ai korridori i Davidit që Izraelit e kanë me qejf, them drejtën, për të arritur që palën kurdët ta përvojsojnë për vete. Dhe është një situatë shumë e komplikuar kështu, vetëm ata po them ata që njohin mirë historinë e kësaj problematike dhe duhet jo të bëj reklam edhe në librin tim
konflikti Izraelit-Palestinat dhe shansat përpashë të botuar në vitin 2011 kam përfshirë historik të tillë. Por problemi qëndron që Cisjordania është problematike. Dhe kjo do jetë lufta ashme, edhe pse në plan Trump ka garantuar që nuk do të lejojë Izraelin ta pushtojë pjesën e Westbank ose Jordanit Perëndimor. Dhe ky do jetë ai problemi që edhe Izraeli në aspektin e Biblës së vjetër e ka me Samarin dhe me Juden. Të dy pika sipas storës së tyre janë gjëra shpirtërore që nuk dëshirojnë dhe këto konsiderojnë që të jenë në pjesën e Westbankut. Problematika për mos të hej shumë në historik, mendoj që Trumpi ka luajtur një rol jashtëzakonisht të madh. Besoj ka bërë një presion. E rëndësishme është që në të ardhmen besoj për të ndalur Kinën dhe Rusin, po më duket që është krijuar një pakt krishterë katoliko-romak me botën islame. Dhe kjo është e paevitueshme. Po që se dëshirohet të ndalet hovi kinez ose euroaziatik. Dhe mendoj që lindja mesme në këtë drejtim është, mund të thënë, zona e cila përcakton edhe fuqinë ashme perandorike kush do jetë. Dhe mendoj që në këtë drejtim Trumpi nuk e ka bërë takimin me Erdoganin paralel ulur me 8 delegacione të vendeve arabo-islame që nga Indonezia dhe qëllimi ka qenë që të afrojë një projekt së pari për anpushimin dhe paqen e Gazë dhe pastaj solucionin për 2 shtete që nuk përmendet realisht në 20 pikshin, por përmendet një shtetësia palestineze e cila me administratët që do të vjen nga Ramallah do ta kontrollojë rrypin e Gazës që realisht do t'i ketë sfidat e vetë. Por Palestinën si shtet e ka njohur kohëve të fundit edhe disa shtete të fuqishme evropiane. 155 shtete deri më tani kanë njohur, por më e rëndësishme ka qenë valja e njohës nga Franca, Britania e Madhe, Kanada dhe Australia. Dhe kjo mund të them ka zgjuar. Çfarë ndikimi ka kjo në paqen për Gazan, por për te Gazas paqen mes Izraelit dhe palestinezëve? Është, mund të them, në gjeopolitikën e sotshme kemi dinamikat e ndryshimeve jashtëzakonisht në hovë. Dhe mendoj që rreziku këtu perëndimor dhe sidomos amerikan. Kur flas për perëndimor, mendoj tër Evropën perëndimore, sepse edhe në Evropë kemi ato fragmentimet. Mund të them me shohim Orbanin, me Ficon në Slovaki, deri diku edhe në Çeki opinioni është, shef, ndikimi sovjetik ka lëgjur të veta. Dhe normal, edhe pse këta janë slavë të orientimit katolik, të besimit katolik, sepse janë slavë, hinë në kontingjentin e atij grupi, siç e kemi ne edhe në Jugosllavi, shkurat dhe slovent janë slavë, mirë po janë të besimit ose të kulturës së religionit, civilizimit katolik, dhe këtu me dallimin me serbt ortodoks ose malezes dhe maqedon. Dhe kjo mendoj që do jetë një impakt jashtëzakonisht i rëndësishëm. Shef, çdo problem që sot bota ka vatrat e krizave, kanë ndikim edhe tek ne. Sepse kundërshtari jon ose armiku ynë, po që se ngrihet gravura e ndikimit të atyre forcave që janë jo dashamirëse për Kosovën, është e mirësore dhe në realisht ne ashtu mos ta mbim substancë. Mirë po në një mënyrë ndikimi jon mund të jetë domet që mund të kemi ne janë që mund të prekmi. Jo në doma të mëdha, por mendoj që do të ka shumë rëndësi. Për ne vitale është të qëndroj mundësisht Amerika, të qëndroj ai, mund të them, supervizori i botës. Këtu dyshoj, them drejtën, nga se sot kemi një evolim jashtëzakonisht të madh të forcës, sepse gjitha problemet do i kemi pastaj në indopaqësor në konfliktin që do ndodhet të ardhmen, dhe lidhja mund të them power of Siberia është jashtëzakonisht janë jo e mirë, këtë din Amerikan, sepse është një që pej antrikut lartë në veri, ka burimet të mëdha me miliarda, do thot barela, që pasuri e naftës dhe gazit, dhe kjo do jetë për Kinën jashtëzakonisht interesante, sepse, shef, edhe Rusët, ose i Bashkimi Sovjetik, 2 luftra kanë bërë me kinezë. Dhe nuk e bile ajo e kohës së Shtatë Unitës ke Nixonit, sidomos do i diplomacisë botërore në atë kohë, Kissingeri ka pas afrimin e Kinës kundër Bashkimit Sovjetik. Sot e kemi të kundërtën. Trumpi ka tentuar që ta kthej Putinin në krahun tjetër, sidomos në Alaska, në rivalitetin antikinez. Mirë po më duket këtu ka çarje dhe ka probleme sepse konferenca e Bashkëpunimit të Shangajit
dhe parada 80 vjetorit të kinezëve atje në Peking. Po. Disi ka lënë përshtypjen që me pas Trumpi pastaj ka goditur dhe ka hjekur, më të them, krejta se më të them atë bulesën që ka mund të ketë një marrëveshje në Alaska, që unë kom besu dhe prapë ende besoj që është një marrëveshje për ngritjen e tensioneve për ulma në tavolinë. Dhe kjo do thotë mund të jetë ai problemi se zonat e interesit që ndo. Besoj që edhe vija sigurisë në Evropë, e kupullës e sigurisë ndo. A jemi prekur edhe ne me siguri po? Por mendoj që pozitivisht, sepse jemi në pjesën e kompit perëndimor dhe interesat ato ndohen. Ndohet përmes vardarit ajo vija që do thotë do shohim shumë shpejt. Por mendoj që eskalimi i tillë për mos më ik pyetjes së Gazës në kauza palestineze në arenën ndërkombëtare ka fituar një bile mund të them Izraeli ka po më shumë vete. Do thot imazhi i Izraelit son botë, mos ta edhe për njerëzve të artit, të mediumeve. Ka pasur reagime të shumta. Jashtëzakonisht, mund të them të sportit, gjitha profileve, mos them të parlamenteve, deputetëve në politikë dhe jashtë politike. Dhe kjo ka ndikuar që në pikën më të ulët, mund të them Izraeli dhe shteti ose prestigji i tyre ka qenë në nivelin me të cilën kanë bë dom në arenën ndërkombëtare që nuk riparohet lehtë. Mund të them edhe çështja e flotilave kur kanë organizuar me përcjelljen e fregatave ushtarake spanjolle, një spanjolle dhe italiane, edhe 2 fregata turke ushtarake. Shumë njerëz kanë pritë që do të ketë problem, nuk ka konflikt. Nuk kanë shumë nurat ndërkombëtare të sjellet të pasipër poshtë atje, të viderit e një konflikt. Arsyeja ka qenë sepse Izraeli çdo inovacion që vjen në Amerikë, në aspektin teknologjik dhe ushtarak, është edhe në Tel Aviv. Dhe kjo do thotë është problematike që njeriu atë fjalën që thuhet mot non herë pret herë. Dhe kjo mendoj që është problematika që Gaza dhe Palestina ka fituar në tërtman. Problemi që ndron dikon tjetër. E rëndësishme është ndonjëherë të kesh shtetin, të lënë fëmijën edhe që s'ka amëra jeton. Dhe kjo është ai problemi që Palestina praktikisht ka problem. Çka do të ndodh në Izrael dhe në çështjen e Gazas do ta shohim shumë shpejt. Po. Do të jetë diçka përfunduar, ka vetë lëvizje konkrete, sikurse po i shohim në botë. Por live nga Tel Aviv presidenti amerikan flet po shohim tashmë, po sigurisht në lajme do të trajtohet kjo çështje. Tani shpesh në analiza ndërkombëtare është thënë se lufta në Gaza është ajo që e largoi përqendrimin e vëmendjes së botës perëndimore nga Ukraina. Këtu po bëhet paqe, po flitet për të konkretisht, ka marrëveshje, ka diskutime, sido që tjetë, ta shohim çfarë do të bëhet, çfarë do të ndodhë me tutje me Ukrainën. A do të kthehet vëmendja atje pas përfundimit këtu? Mendoj që Ukraina ka hyrë në fazën e tensioneve që rrezikon nivelin e përdorimit të armatimit. Për shembull Tomahawk ka, në qenë se shumë ne kur flasim për këtë tip të armës, mendoj që kjo është platformë detare. Do të thotë sidomos amerikanë kanë përdorur. Mësa diun kanë përdorur edhe në luftën për fatin tonë të mirë në 99. Nuk është krejt e sigurt, por mendohet që kanë bërë goditje edhe me Tomahawk. Përdorimi i saj do jetë ka rreziqet e veta, them drejtën. Sepse pala kundërshtare mund të përdor pastaj teknologjinë e tyre se semra këtur, i cili mund të jetë i rrezikshëm, sidomos për sigurinë evropiane. Dhe tash mendoj që Ukraina jo që ka mbet, mendoj që Trump e di fare mirë që me Putinin mund të arrish një marrëveshje vetëm për që se tregon dhamt. Dhe në një farë mënyre kemi një situatë kur vija e terenit tregon diçka tjetër. Planet për në okupim ose aneksim të pjesës lindore, mund të them edhe fatkeqësisht, meqense ka qenë një deklarat edhe e rytës sekretarit gjeneral të NATO-s, po edhe sidomos J.D. Vance, zoti presidenti, duke përshëngjit edhe Trumpin, edhe koleg i dërguari për ndërmjetësim vetëm në Ukrainë, se ka qenë një mandat e ka pas Ukrainë-Rusi, por pasaj Sven Witkov, që është diplomat jashtëzakonisht i cili ka në rol edhe në lidhje mesme, komplet. Dhe bisedimit edhe për Gaza në Egjipt në takimin ka pas Sven Witkov ka udhëheq. Është njëri më i besueshëm i Trumpit në çështjen e sigurisë dhe inteligjencës. Sepse gjitha lufta i paraprin, i vazhdojnë dhe i mbarojnë shërbimet. E kam fjalën në aspektin e asaj që çka do vije,
çka do filloj dhe çka do përfundoj. Mendoj në Ukrainë është një situatë e cila mund të sjellë një paqe të brisht, jo të drejtë, sepse ke bëjmë me një forcë atomare. 5.800 koka për të mori, i kanë rësët në dispozion. Amerikanë 5.340 i kanë diferencën. Por, nuk ka më rëndësia sasia sa dallon me 500 plus minus. Po problemi është që nuk e besoj që do kemi një gravim të asoj luftës strategjike, nukleare, por në aspektin e armave konvencionale do sprovohet Evropa. Evropa fatkeqësisht gjendet, mund të them, në pozicionin kur financon, financiarisht pagun. Dhe bile mendoj që Amerikanët edhe Trumpi këtë dëshire ka pas. 5% i GDP-s për rritjen në aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes për secilin 32 vendat anëtare të NATO-s është produktive për SBA-t, sepse Boeingu, Martin Locker dhe gjitha industritë gjigante në Amerikë të armatimit kanë profite të mëdha. Dhe kjo e rrit, mund të them, atë që Amerika ka nevojë për një stabilitet dhe në GDP-n botërore të jetë ajo që do mbizotroj, se rivalitetin tha e kanë me Kinë. Dhe kjo mendoj që është më tepër një problematikë që të ardhmen. Ukraina është historikisht është porta, është lloj Jerusalemi evropianëve. Dhe kjo tokë e tillë me mbi 600.000 km2 dhe me 38-40 milion banor, me qenë se kemi kështu mund të them lëvizje edhe të brendshme edhe të jashtme të popullatës, sepse lufta i ka ato mund të them karakteristikat e veta për ikjen e civilëve. Goditja që po ndodhet në Ukrainë është luftë mes dy kulturave. Kulturave të cilat edhe me ideologët e Putinit, sidomos Dugini, Surikovit dhe mund them Ilininit, që janë tri figura që është ka formu konceptin e tillë që ata e kanë e bën atë librin tim e kanë përshkruane. Ata mendojnë që aleanca dhe kur nuk do të jenë të afërt dhe të bashkuar me kulturën perëndimore, edhe pse janë të krishterë. Dhe kjo është ajo mund të them problematika. Në diplomaci të kësaj natyre ka rëndësi bindja fetare, sepse disa herë përmende gjatë kësaj bisede krishterizmin perëndimor, lindor, islamin. Çdo luftë që bëhet nga pak ka erë fetare. Nga pak. Nga pak. Nuk po shif në për shembull nuk kam shqiptar kanë një traditë mirë në aspektin fetar. Edhe pse ka erë prononcimet janë inerante, të them drejtën. Njeri me kulturë gjon nuk ka urrejtje as për besimin. Unë jam musliman. Po nuk kam urrejt edhe bashkëm si tam e një tamam që është i fisit, i gjakut, i që çdo shtush. Por problem njerëzit kur nuk krijohen problematikat, pastaj edhe çalojnë dhe krijojnë situata kaotike në formulim të asaj që është e nevojshme për publikin. Mendoj që shif, ka qenë deklarata Clintonit gjatë bombardimit, nuk lejojmë një popull musliman të goditet vetëm se janë musliman, kështu ka qenë dhe ne do të shpëtojmë. Gjatë kohës së bombardimit ka qenë kjo deklaratë. Dhe për atë thash ka nga pak aspektet religjioz. Dhe çdo luftë që bëhet e parë është interesi. Godia bëhet, do thotë, luftat bëhet për pushtime të territoreve, të pasurisë, të financave, gjitha këto. Ose ndikimit, primatit, influencës. Por ka nga pak edhe çështje të përleshjeve të civilizimit. Nuk jam i teorisë Huntingtonit, me ka atë libër ja të mrekullueshëm, që ai sqaron ja 5 civilizime ku e kanë bërthamën e vet. Moska është shpirti i ortodoksisë. Dhe Konstantinopoja pse nuk e ka atë primat, është një lloj simbolike, se edhe ka marrë Moska, patriarkana e Moskës. Bilebri u kujtohet shkurja e Vučićit në patriarkut Portofie serb, është pritë edhe nga Putini edhe nga Kirilli në Moskë. Dhe Bilebri më rëndësishme ka qenë ajo vizitë e Vučićit. Sepse ajo lidhja shpirtore ruse e ka atë bazament. Është temë gjatë të jem më i shkurt për shkak të emisionit. Ne vetë kemi kalu minutat e emisionit. Po, se ka shumë për të folë për këtë temë. Ka shumë janë tema shumë të. Mendoj të Ukraina të përmendoj. Do ketë një marrëveshje, por do jetë bukur e ellët. Është fjala e Izetbegovićit nga Daytoni kur u kthy në Rajllos, më duket në aeroport. Dhe kjo mu ka dukur sikur ta haja një kerr me therra. Se marrëveshjet zakonisht dëmtohet i dopti. Dhe kjo është ajo fatkeqësi. Do ta vazhdojmë këtë bisedë një ditë tjetër? Po dhom fjalë që po.
Në rregull, atëherë do të jemi në kontakt për të caktuar, sepse nuk është një temë që ne kemi konsumuar këtu, absolutisht. Dhe ne po shohim që live kemi akoma presidentin amerikan në Tel Aviv, në Izrael, dhe po kështu një marrëveshje për paqen që ka vëmendjen botërore, një luftë që zgjat në Ukrainë dhe tensione në Kosovë. Nuk dua t'i ndërlidh ato, por shumë kush po i ndërlidhet, do doja që t'i sqaronim në një ditë tjetër këtu në RTV 21. Faleminderit shumë. Faleminderit.